Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Ibn Qayyim al-Jauziyja rahimallahu ta'ala në librin e tij Jala'ul Afhami, i cili flet për vlerën e salavatit mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke komentuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Man salla alayya salatan wahida, sallallahu alaihi biha 10, kushdo që më dërgon një salavat mbi meje, Allahu i madhëshëm 10 herë shon bekimet e tija mbi te." E jep një sqarim briljant që unë doja ta ndaj me ju në këtë ditë madhe të kësaj jave, ditë xumaje. Çka thot Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala? Thot salavatin që ja dërgon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është shkak për udhëzimin e robit. Është shkak për t'i dhënë jetë zemrës së tij. Njeriu sa më shumë që dërgon salavate me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e përmend atë, ky veprim shkakton që dashuria ndaj tij të dominon në zemrën e tij. Dhe nuk mbetet në zemrën e tij asgjë për ta kundërshtuar urdhrin e tij, e për të dyshuar në atë që ai e ka sjellë nga Zoti Dhul Xhelal. Bile, duke e dashur atë kaq shumë, ai njeri do thot të gjitha udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka si të regjistruara në zemrën e tij. Dhe vazhdon të lexon mbi jetën e tij, jetë shkrimin e tij, fjalët e tij, veprimet e tij, gjendjen e tij të ndryshueshme, e ndjek udhëzimin e tij, aty e kërkon shpëtimin, aty e merr diturinë te hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe aq sa më tepër i shtohet vizioni dhe i forcohet njohja, aq më tepër e shton salavatin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po, është një sqarim i briljant i cili do thot i lidh gjonat në mënyrë matematikore. Nëse ti e përmend dikën dhe lutesh për të, kjo tregon dashninë tënde ndaj tij. Në këtë rast, nëse ne flasim për njeriu më të mirë në fytyrën e tokës, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dashuria jonë ndaj tij duhet të jetë ajo që e dominon zemrën tonë mas dashurisë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe normalisht pastaj neve na intereson çdo imsi nga jeta e tij. Edhe gjitha botkuptimet tona i ndërtojmë mbi udhëzimet e tija. Të gjithë diturinë tonë e ndërtojmë mbi hadithet e tija. Dhe kjo pastaj neve na shton edhe më tepër dashurinë, edhe feja për ne nuk ka kuptim jashtë Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jeta praktike nuk mund të jetë ndryshe nga ajo që e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj shifni çfarë fortifitimi kemi nëse na e mbushim gojën tonë me salavate, a fillimisht e zemrën tonë me dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj shtoni salavatin mbi të edhe keni parasysh këto kuptime me ju.